Si ka startuar pasioni jote për motorat? Babai im ndjes pas ka qenë një motociklist puro. Ka qenë i dashuruar me motorat. Ishte periudha kur në Shqipëri kush kishte një MZ 250 që ishte kjo po them MZ 250 që ishte një mjet që s'para gjendej. Pastaj unë e maj men shumë mirë fëmijë kur hyri Super Java 350 që 2 kosh me 2 cilindra. Dhe më kujtohet si sot pasioni me cilin fliste babai im për atë motor. Thoshte, "O Ken, ka një motor, Super Java 350." Sa atëherë MZ ishin 125 e 250. Ishte edhe Java klasiku i vjetri kinezi që ishte 250, 2 kosh po flasim, dhe papritur një marrëveshje shteti shqiptar, atë shteti komunist bëri me check-in, me këbërje dhe mori Super Javën 350. Dhe për këta ishte me 2 cilindra, ishte arritje, ishte i gjo, ecte shpejt, kupto sistemi frenimit grop, me tamburo. Dhe unë motorin e kam mësuar nga ai. Pra unë guidën e parë me motor e kam bërë me një Java Perak të viteve 50, është Java me disje 19 që kush është pasionant i tyre e një shumë mirë, me shala të ndara. Dhe më kujtohet si sot guida që unë bëja atëherë ishte që ma kapte veshin, ai ishte pasagjer mrapa dhe më thoshte dëgjoje motorin, ma të ishte veshin gjithmonë.